Gjendet e vrarë në Kiev, Ukraina si e dyshuar për sulmin në Monako. Gazeta Ukrainase Ukrainska Pravda raportoi për vdekjen e Anastasia Berezovska, duke cituar zyrtar lokal të zbatimit të ligjit. Sipas burimeve, trupi u zbulua më 6 korrik dhe gruaja ishte qelluar për vdekje. Berezovska ishte 39 vjeçaria dyshuar për përfshirje në tentativën e vrasjes së biznesmenit ukrainas Vadim Ermolaev, i cili u plagos në shpërthimin në Monako më 29 qershor. Hetuesit raportojnë se ajo kishte qenë jashtë Ukrainës nga 22 marsi 2025 deri më 1 korrik 2026. Sipas mediave në Kiev, 2 persona u arrestuan për vrasjen e 39 vjeçares, një zyrtare që shërbente në drejtorinë e përgjithshme të inteligjencës dhe një ish oficer i zbatimit të ligjit. Pas sulmit në Monako u nis një kërkim në shkallë të gjerë për të dyshuarën, e cila mendoi se kishte vendosur pajisjen shpërthyese, e cila u kap nga kamrat e mbikëqyrjes. Autoritetet në Monako më pas përjashtuan terrorizmin si një shkak të mundshëm, ndërsa zyra e prokurorit publik të Monakos hapi një hetim për tentativë vrasje dhe vendosje të një pajisje shpërthyese në një vend publik. Ermolaev, një biznesmen i lindur në Dnipro të Ukrainës dhe themeluesi i grupit Alef, dikur ishte ndër njerëzit më të pasur të Ukrainës sipas Forbes. Në vitin 2019 ai hoqi dorë nga shtetësia ukrainase dhe mori shtetësinë kipriote.